Si ke raportet me xhallarët e Shkupit? Shumë të mira. Shumë të mira. Për dy arsye. E para se shumicën e tyre ta thash kemi qenë bashkë në Medinë, po edhe se domethënë tek ne në Shqipëri, Daveti ka filluar ose ka ardhur nga librat e përkthyer në gjuhën shqipe pikërisht këtu nga Shkupi. Kështu që ne Shkupin e kemi parë gjithmonë si zemër. Kështu që ndjehemi mirë kur vim Shkup, ndjehemi mirë kur takojmë hoxhallarët e Shkupit, duke filluar pra me Hoxh Bekirin e me të gjithë hoxhallarët, madje edhe me Amirin. Amiri Saku. Po që ishim brëm, domethënë. Kalojmë shumë mirë, e ndjejmë që na duan, po edhe ne i duam fort, edhe jemi bashkë. Domethënë jemi bashkë, unë ndjehem shumë mirë me të gjithë, domethënë me Hoxh Zakeriain, me Hoxh Bekirin, me Miftinin këtu, domethënë raportet I kemi shumë të mira, pa mendoj që ja kalojmë shumë mirë, mendoj që jemi në një mision të gjithë, edhe besoj se kjo gjë do të jetë faktor I rëndësishëm që ne, domethënë, të ndikojmë për mirë, sepse jemi të gjithë një anije dhe të gjithë jemi dorë për dorë, gjithë secili ka kontributin e vet pamohshëm, gjithë secili do të kontribuojë sipas mundësive dhe hapësirave që ka, po në momentin që gjithë secili e derdh kovën e vet në vendin e duhur mbushet, e nëse gjithë secili do derdhi kovën e vet në xhepin e tij apo në anën e tij, atëherë gjithmonë ajo vija do të rrihet thatë. Kështu që unë besoj dhe shpresoj që vetë hoxhallarët këtu kanë një frym shumë të bukur bashkëpunuese mes njëri tjetrit, po edhe ne me ta kemi raporte shumë të mira dhe mendoj që kjo do të shërbej edhe, si më thën, sjelljes së Islamit ashtu siç duhet tek populli ynë, po unë mendoj që kjo do të ndikojë për mirë edhe tek fryma pozitive që përcjell feja dhe besimi në shoqëri. Sepse nganjëherë disa njerëz të paditur ose jo të urtë e paraqesin fenë si të huaj në shoqëri, duke sjell aksioma të shkëputura nga feja, tekste të shkëputura nga konteksti, gjëra që mund sjellin edhe si më thën përplasje. Por njeriu që e sheh fenë si mision që e çon njeriu për tek Zoti, mundohet në formën më të mirë ta paraqesë tek njerëzit. Dhe unë besoj se fryma është e tillë, dëshira është e tillë dhe duke qenë bashkë, them që do t'ja dalim mban. Pra për të mos dalë nga përgjigja, them që I kemi raportet shumë të mira. I duam edhe na duan. Alhamdulillah.